Këtë mars, të dashur miq, Shoqëria Kulturore Artistike Malsori I ka bërë 50 vjet prej kur është themeluar, më saktë me 8 mars 1975, një nismë e të rinjeve, e mësuesve të fshatit Gjonaj në Prizren, ka ndërmarrë këtë nismë pra për ta themeluar këtë shoqëri kulturore artistike, e cila është mbajtur gjallë, është zhvilluar nga të rinjë të tjerë, nga breza të tjerë, e ndër ata që më fuqishëm e ka mbajtur gjallë Malsorin është zoti Aziz Hodaj, kryetari I kësaj shoqërie, I cili ka arritur që përmes saj të mbajë gjallë e të organizojë edhe festivalin Hasi e Hojnë, që tashmë është një aset I mbrojtur I shtetit. Kemi ftuar zotin Hodaj të flasim për këtë vit jubilar sot në program dhe për këtë histori që ka rrugtuar për 50 vjet. Zoti Hodaj, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Kem botë lashe nga Prizreni me ardhmë. Po sigurisht. Ja kam ditë. Ja, sigurisht. Si është sot Malsori në këtë 50 vjetor? Po shikoni, dje isha në një takim me mësuesit e mi, me themeluesit e shoqërisë Malsori dhe një diçka që e zbulova, pse thash pikërisht në 8 mars, themelimi, aty është themeluar edhe Shoqëria Kulturore Artistike Malsori, edhe klubi futbollistik Drini Bardh. Dhe tani janë 50 vite veprimtari, 50 vite punë që është bën ndër këto vite. Edhe diçka më thanë që nuk e kam ditë këtë detaj, tha, është caktuar 8 marsi, pikërisht sepse aty do të fillonte një emancipim tjetër I femrës asiane. Sa bukur. Kjo ishte vërtet një simbolik interesante, që thash do ta them, edhe jam I ftuar në radio do ta them sigurisht, po sigurisht aty fillon edhe një emancipim tjetër. Po e kanë zgjedhur datën 8 mars, që aty do të fillojë një formë tjetër e emancipimit të femrës asiane, sepse ju e dini sepse natyrisht kanë ngjitur jo vetëm në Has, po emancipimi I femrës asiane në atë kohë. Dhe aty fillon një faqe e re edhe për femrën asiane, edhe për aktivistët, edhe për ato që kanë pasur vërtet dëshirë të jenë në shoqërinë Malsori. Si kishte nisur ideja për themelimin e kësaj shoqërie në 75? Ishte një grup mësuesish të ri, atëherë normalistë të ri, që ato vite kanë filluar punën në shkollën fillore dhe krahas punës edukative që kanë bërë në shkollë, kanë bërë edhe aktivitete kulturore, artistike në kuadër shkollës. Dhe aty ka lind ideja e tyre, 4-5 mësues, që të themelohet një shoqëri kulturore artistike, e cila do të jetë pastaj qerdhe e organizimeve të kulturës, të koncerteve, të këngës, të vallës, të trashëgimisë të tjera. Pasi nevojë. Absolutisht. Absolutisht dhe kjo shihet që është njëra ndër veprat më të mira që është bën në atë kohë e asaj plejade të artë të edukatorëve, të mësuesve, që për fat mirë I kemi ende dhe janë ende aktiv në punën e shoqërisë Malsori. Zoti Hodaj, ju me punën që keni bërë, unë ju njoh personalisht gjithë ata angazhim tuaj personal, ju keni qenë I ri në ditët e para të themelimit si antar, domethënë I kësaj shoqërie, pastaj keni marrë drejtimin e saj në vitet plot pas para luftës dhe pas. A mund të na përmendni vështirësitë më të mëdha që kanë përcjell këtë rrugtim të Malsorit? Po sigurisht fillimi ka qenë shumë I vështirë, edhe për shkak të kushteve, edhe për shkak të rrethonave politike që ka ekzistuar Kosova. Ju e dini se në atë kohë çdo gjë ka qenë kontrolluar, çdo gjë ka qenë në vëzhgim tashpër të autoriteteve shtetërore. Një farë rezistencë keni bërë. Po nëpërmes të shoqërisë sigurisht nëpërmes të kësaj organizimit kulturor është bërë një rezistencë edhe ndaj atij regjimi. Janë shumë interesante, organizimet e festivaleve, po zonë, entrevistave folklorike atëherë. Jo vetëm shoqëria që ishte organizator, jo vetëm Malsori që ishte organizator, po çdo shoqëri që vinte në skenën e festivalit, do duhej të verifikohej çdo program, çdo tekst, çdo këngë nga autoritetet shtetërore. Në Moska, brenda saj elemente kontrarevolucionare, kundërshtetërore etj. Dhe këto kanë qenë kohënat më të vështira. Megjithatë, Malsori I ka mbijetu. I ka mbijetu edhe kësaj kohe,
Pastaj për të rifillu, për të reaktivizu më njëherë pas lufte, që ka qenë ndoshta njëna ndër sfidat asaj kohe, sepse kur është propozuar nga një grup gjimnazistësh atëherë kanë ftu mu të jem në riorganizim dhe për çudi unë as kam pas njohuri propozohen për kryetari i shoqërisë më dukej shumë problematike sepse ishte fshati i djegur pothuajse 90% çdo gjë nuk funksiononte as shkollë as një objekt tjetër infrastrukturës. Megjithatë, organizimi në atë kohë do të thonë e dha një sinjal që jeta duhet vazhdoj, edhe kjo pjesa e kulturës të funksionoj. Edhe konga duhet të jehoj, sepse krahas vështirësive ne duhet të kishim edhe çaste të mira dhe çaste të këndshme. Dhe kjo i ka sjell, shoqëria Malsori i ka sjell, pastaj me organizimin e festivalit. Sa ka ndryshuar Malsori në ato periudha, para dhe pas, si format? Po, sigurisht, thash, dje e patëm një takim, thash, realisht ne kemi bërë për përgatitje, si vjetë po bëjmë përgatitje që në kuadër të festivalit ta shënojmë në mënyrë më madhështore 50 vjetorin e themelimit, sigurisht që është transformu, tani ka kushte shumë më të mira të punës, ka një antarësi tjetër në krahasim me mentalitetin çfarë, me brezat çfarë ishin, po ne ja kemi dalë që kemi aktiv të i plasojmë të vlera tona, jo vetëm në skenën e festivalit Ocean. Apo keni vështirë me gjetë ritëm, me bot ritëm, me dashtë këtë kulturë, këtë trashëgimi, këtë traditë? Është kriju një traditë dhe tani natyrisht që ka ende të ritë interesum që edhe për trashëgimin, edhe për folklorin, edhe për vallën dhe kur shohin shoqet e tyre apo shokët e tyre në gjeneratat e kaluara si kanë kaluar dhe në për çka kanë, sigurisht që i joshen edhe për të marrë pjesë. Po thoni që ka pasur ndikim edhe të banorët e fshatit dhe të zonave. Absolutisht, ka qenë njëna ndër qerdhat e kulturës që ka dhënë zonë, ka dhënë emën, ka bërë emën gjithandej dhe sigurisht që të rit tani interesohen që këtë punë kolosale, këtë punë sa vjeçare, 50 vjeçare ta vazhdojnë edhe më të tjerë. Shpresoj që do të ketë të ri mjaftueshëm që do ta vazhdojnë këtë punë për të mbijetuar edhe kësaj kohe që sigurisht që është sulmu tradicionalja, vlerat folklorike, burimore, tjera. Mirë po, ne po bëjmë përpjekje titanike që t'i mbajmë gjallë ato dhe t'u plasojmë edhe trive në skenën. Malsori për ju, zoti Hota, ajo është një dashni e madhe, që është vazhdimisht ke folë me gjithat përkushtime, atë emocion. Sa kanë ndikuar në jetën tuaj personale, profesionale, angazhimi juaj i gjatë për shumë vjetë në këtë organ? Është që unë e quj njëna ndër veprat monumentale që t'jetës sime, angazhimi me gjithë se ka orë në mënyrë spontane, thash, pa djenin time një propozim, mirë pa kam marrë me shumë vullnet, me shumë dashuni, me shumë përkushtim, që ta arsyetoj besimin e atyre të rive, atyre gjimnazistëve, besoj që ja kam dalë edhe personalisht, po natyrisht edhe me ekipin, me shokë që më kanë shoqënu, me kolegë që më kanë shoqënu gjatë tërë kësaj kohë 25 vjeçare, sepse unë drejtoj shoqërinë Malsori nga viti 2000 i pas luftës në Kosovë. Po. Tashmë Malsori është një koqer i gjithë atyre që vinë në festivalin Hasi Johon në çdo fillim maj, edhe keni arritur me Malsorin me shndru festivalin në aset të mbrojtur. A ka qenë një përpjekje e madhe? Po, sigurisht, thash kjo puna jonë që të jemi të përcaktuar pikrisht në rujtjen e vlerave të trashëgimisë son aq të pasur, ka ra në sy edhe të autoriteteve të kulturës në nivel vendit, po edhe jashtë, edhe të Akademia e Shkencave të Tiranës e tjera, dhe ka lind ideja që një ditë të bëjmë kërkesë në institucionet përkatëse që të ruhet si aset i mbrojtur. Kjo ka has në mirëkuptimin të ekspertëve të fushës edhe në Ministrinë e Kulturës, në Departamentin e Trashëgimisë, dhe na jemi shumë të lumtur që jemi pjesë e këtij institucioni si aset i mbrojtur,
Po, sigurisht që kjo është një obligim shtesi joni që mos lujmë shumë nga kriteret, sepse shpesh din festivalet të devijojnë edhe pse kanë karakter të caktuar të devijojnë nga karakteri tyre, po ne po bëjmë përpjekje të jashtëzakonshme që mos të lëvizim nga kriteret tona. Tashmë keni fillu përgatitjet edhe për edicionin e ri të festivalit, apo do veshën 50 vjetorin? Po, jemi në teren të seleksionimit të grupeve, gjithmonë të atyre që kultivojnë trashëgimin shpirtërore, trashëgimin edhe materiale, trashëgimin tonë të pasur, që ajo të plasohet në skenat e festivalit. Të mohëllumtime kemi filluar nga jugu i Shqipërisë dhe sigurisht që do të ketë pjesëmarrës nga gjitha trevat shqiptare. Sigurisht që numri do të jetë si vetë më i reduktuar, sepse do të dominojë shoqëria malsori. Ne kemi me qëllim nuk e kemi festuar në ditën e 8 marsit sepse kemi lënë që në kuadër të festivalit ta bëjmë një aktivitet, megjithse e kemi shpall tër vitin 2025 si viti i malsorit. Viti i malsorit, unë ju uroj shumë për këtë vit jubilar, edhe shumë sukses në rrugtimin tuaj më tutje. Faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi t'ju kisha në këtë mëngjes. Faleminderit juve për ftesën edhe për interesimin e vazhdueshëm. Faleminderit edhe një herë. Miqtemi, biseduam me zotin Hodaj për malsorin, i cili këtë vit po bën 50 vjet të themelimit, një përkushtim, një punë shumë e madhe në vazhdimsi që është bërë me të rinj të asaj zone në Gjonaj, por jo vetëm. Këtë vit pra malsori bën 50 vjet, do të ketë një aktivitet pak më të zgjeruar në fillim maj, bashkë me festivalin Hasi e Hon, edicionin më të ri të tij. Tashmë dëgjuam zotin Hodaj, kanë nisur përgatitjet për shënimin e këtij festivali. Një kulturë, një traditë, një trashëgimi që vazhdon të mbahet gjallë në atë zonë.